Tirana e viteve 90 nuk i ngjante fare kryeqyteti që njohim sot. Qyteti ishte ende i përgjumur nga dekada izolimi, por njëkohësisht i trazuar nga një valë e re shpresash dhe ankthesh. Në rrugë sheshin fytyra të raskapitura nga varfëria, të rinj që shikonin me habi çdo gjë të huaj që vinte nga jashtë, shitës ambulant që shtronin mbi kartona gjithçka, nga kaseta me muzikë italiane deri tek lodra plastike kineze. Në ajër kishte erë benzine të rënd, zhurma të makinave të vjetra që mezi mbaheshin në lëvizje dhe një ndjesi të përhershme pasigurie. Ishte një kohë ku gjithçka duke e mundur, por asgjë nuk ishte e sigurt. Në këtë qytet jetonte Arlinda, një vajzë 13 vjeçare, me sy të mëdhenj dhe të gjallë, që të kujtonin qetësinë e një fëmie dhe ëndrrën e një të reje që sapo fillon të njohë botën. Ishte nxënëse e dalluar në shkollë, gjithmonë me libra në dorë, dhe mësuesit shpesh e përmendnin si shembull për të tjerët. Shokët e klasës e donin për gjallërinë dhe qeshjen e saj të lehtë, që shpesh thyeu monotoninë e ditëve gri. Babai i saj, një punëtor i ndershëm, e shihte si shpresën e familjes, ndërsa nëna, e cila kujdesej që shtëpia të ishte gjithmonë e ngrohtë, edhe kur mungonin gjërat bazike, e mbante si dritën e syrit. Arlinda kishte edhe një vëlla të vogël, vetëm 7 vjeç, që e ndiqte kudo, duke e parë si heroin. Ishte pranverë vitit 1995, një ditë që në fillim nuk kishte asgjë të jashtëzakonshme. Arlinda u nis për në shkollë, me çantën e saj të vjetër mbi shpinë dhe me një shall të hollë që e mbulonte nga freskia e mëngjesit. Në rrugë përshëndeti fshinjet, si gjithmonë, dhe shoqet e saj e pritën me zhurmë në oborrin e shkollës. Ora kaloi shpejt, mësimet përfunduan dhe vajza nisi të kthehej në shtëpi, duke ecur nëpër rrugicat e lagjes. Askush nuk do ta harronte atë pasdite, sepse ajo ishte hera e fundit që do të shihnin Arlindën si një fëmijë i lirë. Në një rrugisë ngushtë, një makinë e zezë e panjohur për zonën ndaloi ngadalë pranë saj. Dritarët e errëta nuk lejonin të shihej kush ndodhej brenda. Brenda pak sekondash, 2 burra dolën, e kapën me forcë dhe e futën në makinë. Britmat e saj u mbytën nga duart e ashpra që i mbuluan gojen, dhe makina u zhduk me shpejtësi nëpër rrugët e pasigurta të qytetit. Lagja u trondit kur mori vesh lajmin. Nëna e saj, e dëshpëruar, filloi të vraponte rrugëve duke thirrur emrin e vajzës, ndërsa fshinjët u mblodhen të hutuar, pa ditur çfarë të bënin. Babai i saj shikoi me nxitim në polici, por ati e hasi vetëm në shpatullat të ngritura dhe përgjigje të vakta. Në atë kohë, shteti ishte ende i dobët, policia shpesh e korruptuar dhe e paaftë të merrej me çështje të tilla. Hetimi zgjati vetëm disa javë, por pa rezultate. Dosja u mbyll me justifikimin vajza e humbur pa gjurmë. Mua pas muaji, thashë themet nisën të qarkullonin. Disa thoshin se Arlinda ishte parë në kufi duke u larguar me njerëz të panjohur. Të tjerë përshpëritnin se ishte rrëmbyer për trafikim. Kishte edhe nga ata që shpifnin, duke thënë se ndoshta kishte ikur vetë. Por nëna nuk i besoi kur asnjë prej këtyre fjalëve. Çdo mbrëmje dilte në dritare, shikonte rrugën dhe lutej që vajza e saj të kthehej. Ndërkohë, Arlinda ishte larguar shumë. E dërguan fillimisht në një shtëpi të braktisur, jashtë Tiranës, ku e mbajtën për ditë të tëra. Ishte e tmerruar, nuk kuptonte gjë, por shpejt e kuptoi realitetin e hidhur. Trafikantët kishin nisur ta përgatisnin për ta çuar jashtë vendit. Brenda pak javësh, ajo u kontrabandua në kufi dhe u gjet në Greqi. Atje nisi një jetë e errët, e mbushur me dhunë, frikë dhe shfrytëzim. Ishte vetëm një fëmijë, por ju deshte rritej me shpejtësi, sepse ndryshe nuk do të mbjetonte. Vitet kaluan dhe ajo u zhvendos nga një vend në tjetrin, nga një qytet në tjetrin, gjithmonë nën kontrollin e njerëzve që e shihnin thjesht si mall. Shpesh ndërronte se ishte përsëri në oborrin e shkollës, duke qeshur me shoqet, por kur zgjohej, realiteti i ashpër e rrezonte përsëri në humner. Ajo mbyllte syt çdo natë duke kujtuar fytyrën e nënës, duart e saj të ngrohta dhe zërin e babait që i thoshte se ardhmja do të ishte ndryshe. Pas shumë vitesh, rrjeti ku ajo ishte bllokuar u shkatërrua nga autoritetet italiane. Arlinda përfundoi në një qendër ndihme për viktimat e trafikimit. Ishte tashmë një grua e rritur, me plagë të thella në shpirt, por ende me një vullnet të brendshëm për të jetuar. Ajo mësoi gjuhën, punoi në punë të vogla dhe gradualisht filloi të bëhej e pavarur. Por brenda saj, një zë i fuqishëm nuk pushoi kurrë, dëshira për të kthyer në Shqipëri dhe për të parë sërish familjen. Kur kaluan plot 25 vite, Arlinda mori guximin dhe u kthye. Zbriti në aeroportin e Rinasit me një valixhe të vogël dhe me duar që i dridheshin. Tirana nuk ishte më ajo që kishte lënë pas. Tani kishte ndërtesa të larta, trafik të rënd, lokale moderne dhe fytyra të panjohura. Por për të qyteti mbeti i njëjti, një vend ku kishte lënë fëmijërinë dhe familjen. Nëna e saj, e thinjur dhe e lodhur nga pritja, jetonte ende në të njëjtën shtëpi. Kur dera u hap dhe përballë saj u shfaq një grua që i ngjante tmerrësisht me vajzën që kishte humbur dikur, asaj u ndal fryma. "Mami, jam unë."
Arlinda, tha zëri që e kishte ndjekur në ëndra për vite. Lorë shpërthyen, zemra ju drodh, dhe më pas erdhi përqafimi më i gjatë dhe më i dhimbshëm i jetës së saj. Kthimi i Arlindës u bë lajm. Mediat e ndoshin me kurreshtje, fshinjit e përshkruan si mrekulli, ndërsa ajo tregoi me zë të ulët historinë e saj, duke mos dashur kurrë të hynte në detaje të dhimbshme. Ajo kërkonte vetëm një gjë, të ishte pranë familjes dhe të provonte të ndërtonte një jetë të re, pavarësisht plagëve që nuk do të shëroheshin kurrë. Kur makina e zezë u largua nga rrugicat e Tiranës, Arlinda e humbi çdo ndjesë kohe. Në fillim përpiqej të çirrej, por duart e rënda e mbanin të shtrënguar dhe britmat e saj nuk arrinin të dilnin jashtë. Makina lëvizte me shpejtësi nëpër rrugë të pashkelura prej saj ndonjëherë, dhe gjithçka ju duk sikur ndodhte në një ëndër të keqe. Nuk e dinte ku po shkonte, askush ishin ata burrat që nuk i flisnin, vetëm i hidhnin ndonjë shikim të ftohtë, sikur ajo të mos ishte më njeri, por thjesht një send. E mbajtën disa ditë në një dhomë të errët në një ndërtesë të braktisur, diku jashtë Tiranës. Ajo nuk dinte ta përcaktonte saktë vendin, sepse gjithçka që kishte parë ishte rrugë të ngushta e fusha të errëta. Dhoma kishte një dyshe me betoni, një batanie të pisë dhe një dritare të vogël me hekur ku mezi hynte pak dritë. Burrat që vinin i sillnin vetëm bukë të thatë dhe ujë. Ajo çante, thërriste emrin e nënës, por askush nuk i përgjigjej. Pas disa ditësh, një grua e panjohur hyri në dhomë. Ishte një femër me flokë të errët, fytyrë të rreptë dhe një shipe të përzier me theks të huaj. Ajo i tha shkurt se duhet të përgatiste veten, sepse së shpejti do të largohej. Arlinda nuk kuptoi çfarë donte të thoshte, por brenda saj ndjeu një frikë edhe më të madhe. Një natë të errët, burrat e ngjitën me forcë në një furgon. Udhëtimi zgjati orë të tëra, rrugë pafund, dhe më pas ndalesa në një shtëpi afër kufirit. Aty u mblodhen disa vajza të tjera, shumica më të mëdha në moshë se ajo. Kishin sy të lodhur, të frikësuar dhe nuk flisnin shumë. Vetëm një vajzë nadursi e quajtur Mira i tha me zë të ulët, mos bërtit sa më pak të rezistosh, aq më shumë gjallë mbetesh. Ishte një këshill e thjeshtë, por e rëndë, që Arlinda nuk do ta harronte kurrë. Nëpërmjet kufirit kaluan fshehurazi të futur në një kamion mallësh. Fryma e rëndë, errësira dhe frika i bën orët e gjata të padurueshme. Kur dolën më në fund, Arlinda e kuptoi se nuk ishte më në Shqipëri. Ishte në Greqi, në një shtëpi të madhe pranë Selanikut, ku burrat armatosur ruanin çdo derë dhe dritare. Atje filloi ferri i vërtet. Ditët e para, ajo refuzoi të hante, çante pa pushim dhe lutej. Por shpejt e kuptoi se nuk kishte zgjedhje. Trafikantët nuk e shihnin si fëmijë, por si mall që duhej shitur. Një mbrëmje, një burr i moshuar grek erdhi në atë shtëpi dhe e pa me sy të ftohtë, sikur po vlerësonte një objekt. Arlinda ndjeu se diçka e tmerrshme po afrohej. Ajo u tërhosh në qoshe, por duart e rënda i ngritën dhe e çuan në një dhomë tjetër. Lodhët e saj nuk i prekën askënd. Ishte fillimi i një jete që do ta shndërronte në një grua para kohe. Vitet kalonin. Arlinda u zhvendos nga Greqia në Itali, më pas në qytete të tjera europiane. Në çdo vend i ndryshonin rrobat, gjuhën që duhej të mësonte, mënyrën si duhej të sillej. Ishte e burgosur në një çark të pafund dhune dhe poshtërimi. Shpesh i dukej se do të vdiste nga trishtimi, por një zë i brendshëm e mbante gjallë, kujtimi i nënës dhe i shtëpisë në Tiranë. Ajo përsëriste në mendje çdo detaj të dhomës së saj, librat në raft, aromën e bukës së ngrohtë që vinte nga kuzhina. Ishin këto kujtime që e shpëtuan nga çmenduria. Mira, ajo vajza nga Durrësi, mbeti për vite shoqja e saj më e afërt. Të dyja shpesh flisnin në fshehtësi, ndanin dhimbjet dhe mbështeteshin tek njëra tjetra. Por një natë, Mira nuk u kthye më në dhomë. Fjalët e rrëmbyer nga korridori tregonin se ajo ishte mbytur nga dhuna e një klienti. Arlinda kaloi net të tëra pa gjumë, duke qarë në heshtje e vetme, duke e kuptuar se çfarë fati e priste edhe atë, nëse nuk shpëtonte. Në Itali, pas më shumë se 10 vitesh, ndodhi një operacion i madh policor. Autoritetet italiane kishin ndjekur një rrjet të madh trafikantësh dhe një mëngjes dyert të thyera, britma dhe drita policie ndalën makthin e saj. Arlinda nuk e kuptoi menjëherë çfarë po ndodhte. Ajo mendoi se po e çonin në një vend tjetër, por këtë herë fytyrat që e morën nuk ishin të ftohta. Një police grua e mori për dorë dhe i tha në italisht, "Tani je e sigurt." Ishte hera e parë, pas më shumë se një dekade që dikush e trajtonte si njeri. Në fillim nuk ishte e lehtë. E qua në një qendër rehabilitimi për viktimat e trafikimit. Atje u njoh me gratë të tjera që kishin kaluar të njëjtën tragjedi. Kishte nga Nigeria, Rumania, Moldavia, Shqipëria. Disa ishin të thyera, disa përpiqeshin të rindërtonin jetën. Arlinda fillimisht nuk fliste me askënd, por gradualisht filloi të mësonte italishten, të bënte kurse të vogla dhe të gjente punë të thjeshta si pastruese kujdestare fëmijësh, më pas në një dyqan. Edhe pse e lirë, ajo nuk ndjej kurrë e plot.
Çdo natë, kur fikte dritën, mendonte për familjen. Pyeste veten, a janë ende gjallë? A e mbajnë mend? Apo e kanë harruar, duke e menduar të vdekur? Këto pyetje brejnë për vite të tëra. Kur mbushi 38 vjeç, pas më shumë se 25 vitesh larg, vendosi të kthehej. Ishte një vendim i dhimbshëm, sepse nuk dinte çfarë do të gjente. Bletoi një bilet dhe hipi në avionin për Tiranë me zemrën që i rrihte fort. Në çantën e saj kishte pak gjëra, disa fotografi të ruajtura dhe një medalion të vogël që i kishte mbetur nga fëmijëria. Kur zbriti në aeroportin e Rinasit, nuk e njohu më vendin. Tirana ishte shndërruar, rrugë të gjera, ndërtesa të reja, reklama kudo. Por sapo makina që e mori filloi të kalonte nëpër qytet, ajo filloi të kërkonte me sy vende të dikurshme. Shkolla e vjetër ishte ende aty, por më e ndryshuar. Në lagjen e saj, shtëpia e vogël e familjes kishte mbetur në këmbë, me dritare të vogla dhe mure të zverdhura nga koha. Dera u hap me një rënkim të lehtë. Përballë saj doli një grua e moshuar, e dobët, me flokë të bardhë dhe duar që i dridheshin. Arlinda nuk ishte dyshim, ishte nëna e saj. Nëna e pa, sytë u zgjeruan, sikur nuk besonte, sikur shihte një fantazmë. Gruaja e thiri me zë të ulët, Arlindat, dhe ajo, duke u dridhur, tha, "Mami, jam unë." Nuk pati nevojë për më shumë fjalë. Ato u përqafuan gjatë, me slotëve, ndërsa lagja u mbush me njerëz që nuk besonin syt. Pas 25 vitesh, vajza e humbur ishte kthyer. Kthimi i Arlindës në shtëpi nuk ishte një fund i lumtur, por një fillim i ri, i vështirë dhe i dhimbshëm. Përqafimi i nënës së saj, lodhet e fshinjve dhe kurreshtja e lagjes ishin vetëm momentet e para, ato që dukeshin si një mrekulli. Por sapo dera u mbyll dhe heshtja mbushi dhomën, realiteti i vërtetë goditi të dyja. Nëna, tashmë e moshuar, ishte plakur para kohe nga dhimbja dhe pritja. Arlinda, e lodhur nga jeta e saj e errët, nuk ishte më vajza që kishte ikur dikur. Ishte një grua me shenja të thella, me sy që mbartnin më shumë histori, se sa duhej për një jetë të tërë. Në fillim, ajo nuk mund të flinte natën. Çdo zhurmë e vogël e zgjonte, çdo derë që përplase i sillte kujtimet e dhunës dhe të burgimit. Nëna e saj ndishte me sy çdo lëvizje, përpishi t'i gjente rehati, por shpesh e gjente duke qarë në heshtje. Në dhomën e saj të vjetër, ende ishin librat e shkollës së mesme, disa fletore me shkrime fëmijërore dhe një fotografi e vogël e saj në mur. Ajo i preku me duar të dridhura, duke mos besuar se pas gjithë atyre viteve, diçka nga fëmijëria e saj ende ekzistonte. Lajmi për kthimin e saj u përhap shpejt. Gazetarët trokitën në derë, fshinjët tregonin histori të vjetra, të njohur të hershëm erdhen për ta parë me sytë e tyre. Disa e shikonin me dëmshuri, disa me kurreshtje, disa me dyshim. Shqipëria kishte ndryshuar shumë, njerëzit ishin bërë më të ashpër, më të ngarkuar me hallet e tyre. Jo të gjithë kishin zemër ta pranonin thjesht si vajza e humbur. Kishte edhe zëra të lishtë që përshpëritnin se ndoshta ajo kishte qenë pjesë e diçkaje, se ndoshta nuk ishte vetëm viktim. Këto fjalë i dhemnin më shumë se çdo plagë tjetër, sepse Arlinda e dinte sa shumë kishte sakrifikuar për të mbijetuar. Vëllai i saj i vogël, që e kishte parë për herë të fundit si një fëmijë 7 vjeçar, tani ishte burr. Kur e pa, nuk e njohu menjëherë. Ai kishte jetuar gjithë jetën me hijen e mungesës së saj, dhe për një moment u ndje sikur përballë kishte një të huaj. Por kur ajo ja mori dorën dhe i tha, "Jam unë, motra jote", ai shpërtheu në lot dhe e përqafoi fort. Ishte një takim i dhimbshëm, sepse ndonse gjaku i lidhte, jeta e kishte mbajtur larg për një kohë aq të gjatë, saq duhej kohë të njiheshin sërish. Rikthimi i saj në shoqëri ishte edhe më i vështirë. Në lagje, disa e shikonin si heroin të mbijetuar, të tjerë shmangnin sikur dhimbja e saj ishte ngjitse. Kur dilte për të bërë pazar, ndjente sytë e njerëzve që ndishnin. Shpesh dëgjonte përshpërima, ajo është ajo vajza që u zhduk që u mor jashtë, fjalë që i prishnin qetësinë. Nuk donte të ishte thashethem, donte të ishte thjesht një njeri që jetonte jetën e vet. Arlinda u përposhte gjente punë. Ishte e vështirë, sepse nuk kishte diploma, nuk kishte shkollë të mbaruar, nuk kishte dokumente që të tregonin se çfarë kishte bërë gjithë ato vite. Kishte vetëm përvojën e jetës, plagët e saj dhe një forcë të brendshme që askush nuk e shihte menjëherë. Disa organizata që ndihmonin gratë e mbijetuara e morën në mbrojtje, e ndihmuan të merrte këshillin psikologjik dhe të gjejë një vend të vogël pune si ndihmëse në një dyqan artizanati. Nuk ishte shumë, por për të ishte fillimi i një jete të re. Nëna e saj nuk e linte vetëm asnjë çast. Çdo mëngjes i gatuante kafen, i fliste me zë të butë dhe përpiqej t'i mbushte boshllëqet e kohës së humbur me kujtime të vjetra. Arlinda e dëgjonte me mall, por gjithmonë i dukej sikur fëmijëria e saj ishte shkatërruar përgjithmonë. Kam humbur vitet më të bukura, mendonte shpesh, por pastaj e qortonte veten, jo, jam ende gjallë. Dhe kjo është mrekulli.
Një ditë, ndërsa po ecte nëpër bulevardin kryesor të Tiranës, pa një grup fëmijësh që qeshnin e vraponin me top në dorë. Për një moment, i mbushën syt me lot. Ishte sikur shite veten e saj të vogël para se bota të shembej. Ajo ul në një stol dhe qau në heshtje, por brenda atyre lotëve kishte edhe një farë lehtësimi. Për herë të parë, ndjeu se ndoshta mund ta pranonte dhimbjen si pjesë të saj dhe të vazhdonte përpara. Gjërat nuk ishin të lehta. Kishte net kur zgjohesh me britma, kishte ditë kur nuk donte të ngrihej nga krevati. Kishte edhe momente kur ndjente faj, sikur kthimi i saj pas 25 vitesh nuk mund të shlyente dot vitet e humbura të familjes. Por ngadalë me kohë, filloi të mësonte të jetonte. Mësoi të ecte nëpër Tiranën e re, të qeshte me fshinjet, të bënte plane të vogla. Një nga gjërat e para që bëri, ishte të shkonte tek varri i babait. Nuk kishte mundur ta përshëndeste kur ai kishte ndëruar jetë, dhe kur u ul para varrit, lotët e saj nuk pushuan për orë të tëra. I foli me zë të ulët, i tregoi gjithçka që kishte kaluar, i kërkoi falje që nuk kishte qenë aty. Ndoshta askush nuk e dëgjoi, por ajo ndjeu sikur shpirti i tij më në fund e kishte përqafuar. Koha kalonte, dhe edhe pse plagët mbeteshin, jeta e re filloi të merrte formë. Në lagje, disa gra e ftonin për kafe, fëmijët e shikonin me kurreshtje dhe ajo nganjëherë u tregonte histori të vogla, por kur nuk fliste për vitet e errëta. Kishte vendosur t'i mbante brenda vetes si plagë që nuk duheshin ekspozuar. Për të, e shkuara ishte fair, por e ardhmja duhet të ishte diçka tjetër. Ajo nisi të shkruante. Fillimisht në fletore të vogla, duke hedhur aty mendime, kujtime, ndjenja. Ishte një lloj terapie, një mënyrë për ta nxjerrë dhimbjen jashtë. Shpesh shkruante gjatë natës, me një dritë të vogël, ndërsa nëna flinte. Nuk mendonte se dikush do t'i lexonte ndonjëherë, por shkrimet e saj u bën stre, një vend ku mund të fliste pa frikë. Ndërkohë, disa organizata që merreshin me rastet e grave të zhdukura e ftuan të tregonte historinë e saj në konferenca. Në fillim ajo hezitoi, por më pas pranoi. Doli para njerëzve, me zërin që i dridhej, dhe tregoi për vajzën e vogël që ishte rrëmbyer në vitet 90 dhe që pas 25 vitesh ishte kthyer. Fjalët e saj prekën shumë zemra, dhe për herë të parë ndjeu se ndoshta historia e saj mund të shërbente për diçka më shumë, për të paralajmëruar, për të ndihmuar të tjerët, për të mos lejuar që askush tjetër të përjetonte atë që ajo kishte kaluar. Arlinda nuk kishte menduar kurrë se do të vinte një ditë kur dikush do ta shihte ndryshe nga historia e saj. Për shumë njerëz, ajo ishte thjesht vajza që u rrëmbye dhe që u kthye pas një çerek shekulli. Ishte etiketë e rëndë e pamëshirshme që ndishte kudo. Nëna e saj e shite me dhimbje sa herë që fshinjit e përmendin, sa herë që dikush në treg e pyeste me ton kurreshtar, sikur ajo të ishte një libër i hapur që mund të lexojë me lehtësi. Por brenda saj, Arlinda ndjente një boshllëk tjetër, një nevojë për të provuar se ende mund të jetonte si çdo grua tjetër, të qeshte, të dashuronte, të ndjente. Një pasdite, ndërsa punonte në dyqanin e vogël artizanal ku kishte filluar të ndihmonte, një burr hyri për të parë disa punime me dorë. Ai ishte rreth të 40-tave, i veshur thjesht me një sjellje të qetë dhe të butë. Quhej Ilir. Nuk ishte nga ata që të shikonin me kurreshtje, as nga ata që të bënin pyetje të panevojshme. Ai thjesht foli për produktet, për punën që duhej bërë dhe për disa porosi që donte të bënte për një mikesh të tij. Por në mënyrën si e shite kishte një lloj ngrohtësie që Arlinda nuk e kishte ndjerë prej shumë kohësh. Në fillim ajo u tregua e ftohtë, e rezervuar. Kishte frikë nga burrat, kishte frikë nga afrimet, sepse kujtimet e saj të errëta nuk e linin të qetë. Por Iliri nuk kishte asnjë ngulmim, asnjë lëvizje të panevojshme. Ai vinte shpesh në dyqan, por gjithmonë për punë, dhe nganjëherë ndalej të fliste pak më shumë me të gjithë punëtorët, jo vetëm me të. Ai tregonte histori të vogla nga udhëtimet e tij, nga jeta e përditshme, dhe her pas here, në mes të fjalëve të tij, Arlinda harronte për disa çaste kush ishte dhe çfarë kishte kaluar. Një mbrëmje, teksa mbyllte dyqanin, e gjeti Ilirin duke e pritur jashtë. "Më fal," i tha, "po mendoja ndoshta ke qef një kafe?" "Vetëm kaq." Arlinda u step. Zemra i rrite fort. Pjesë e saj donte të ikte menjëherë, por pjesë tjetër ndjente kurreshtje. Pas disa sekondash hezitimi, pranoi. U ulën në një kafene të vogël, jo larg qendrës. Iliri foli më shumë, ajo dëgjoi. Ai nuk i bëri asnjë pyetje mbi të kaluarën, dhe kjo ishte çlirimi i parë që ndjeu. Ishte sikur për një orë, për herë të parë pas 25 vitesh, ajo nuk ishte viktima e një historie të dhimbshme, por thjesht një grua që pinte kafe me dik, por pas asaj nate frika u rikthye. Mendoi gjatë, kujtoi netët e errëta, duart e huaja që e kishin kapur, dhimbjet e pambarimta. Pyeti veten nëse do të mund t'i besonte ndonjëherë dikujt. Ktheu syt nga fletoret e saj, ku kishte shkruar gjithçka, dhe aty gjeti një përgjigje të vogël, nuk kishte pse ta mbante veten gjithmonë të mbyllur. Ndoshta,
një hap I vogël ishte fillimi I një shërimi të madh. Takimet me Ilirin u bën më të shpeshta, por gjithmonë të thjeshta. Një kafe, një shëtitje, një bisedë mbi libra ose mbi muzikën e viteve 90 që ai I pëlqente. Ai nuk e ngacmoi kur, nuk I kërkoi gjëra për te mundësisë së saj. Ishte I durueshëm, dhe kjo durim I jepte Arlindës një lloj sigurie që nuk e kishte njohur kurrë më parë. Megjithatë, shoqëria nuk ishte aq e mëshirshme. Në lagje nisën përshpëritjet, po shihni, ajo tani ka gjetur një burr. Si mundet pas gjithë asaj që ka kaluar? Çfarë njeriu është ai që merret me të? Fjalë të helmëta që ndjekin një grua gjithë jetën e saj. Arlinda u mbyll në vetvete për disa ditë, duke menduar se ndoshta nuk kishte të drejtë të jetonte si gjithë të tjerët. Por nëna e saj I tha diçka që nuk do ta harronte kurrë. Ti ke të drejtë të qeshesh, të dashurosh, të jetosh. Nuk mund të rrish pengis së shkuarës, bija ime. Me kalimin e kohës, Iliri e mësoi të mos kishte frikë nga kontaktet më të thjeshta. Një prekje e lehtë në dorë nuk e tremte më aq sa dikur. Një përqafim I ngrohtë nuk e sillte menjëherë në kujtime të dhimbshme. Kishte ditë që prap zgjoheshe lagur në djers nga makthet, por kishte edhe ditë që qeshte me zë, që ecte dorë për dorë pa ndier frikë. Për Arlindën, kjo nuk ishte vetëm dashuri. Ishte një dëshmi se shpirti I saj nuk ishte thyer për gjithmonë. Se edhe pas një ferri 25 vjeçar, kishte ende dritë për të hyrë në jetën e saj. Dhe kur mendonte për atë që kishte humbur, për vitet e shkatëruara, për kohën që nuk kthehej më, një pjesë e saj gjente forcën të thoshte, ndoshta nuk është vonë. Ndoshta ende kam kohë të jem ajo që nuk munda të jem dikur. Kur historia e Arlindës u bë publike, mediat e morën si një thesar të rrallë. Gazetar, portale, madje edhe televizione nisën të shkruanin, vajza e rëmbyer në vitet 90 rikthehet pas 25 vitesh, dëshmia e gruas që mbijetoi ferrin. Në fillim, ajo mendoi se ndoshta kjo do të ndihmonte të tjerët, se zëri I saj do të bëjë një thirrje për të mos harruar ata që ende mungonin. Por shpejt kuptoi se media nuk kishte të njëjtin mision si ajo. Titujt shpesh ishin të egzageruar, historia e saj kthehej në sensacion dhe jo në mesazh. Një mbrëmje, ndërsa po kthehej nga një intervistë televizive, ku gazetarët kishin insistuar ta pyesnin për detaje që ajo nuk donte t'i tregonte, Iliri e priti para derës së shtëpisë. Ti nuk je detyruar t'u tregosh gjithçka, I tha me një ton të vendosur. Askush nuk ka të drejtë të fusë duart në plagët e tua vetëm për shikueshmëri. Ato fjali që ndruan gjatë në mendje, sepse për herë të parë dikush e mbrojti pa e parë si viktimë. Por media ishte e pamëshirshme. Sa herë që ajo dhe Iliri shfaqeshin bashk, fotografët e ndiqnin. Shkrimet nuk kursenin komentet e zakonshme, një burr I pjekur shoqërohet me gruan që vuajti ferrin e prostitucionit jashtë vendit. Nuk kishin mëshirë. Iliri I lexonte artikujt dhe I hidhte tutje, por Arlinda I ruante fshehurazi, sikur donte të përballej me ta në heshtje. Secili titull ishte një shigjet e re, një rikujtim se shoqëria e saj nuk ishte ende gati të pranonte që një grua, pas traumave, kishte të drejtë të donte e të dashurohej. Një herë, ndërsa shëtisnin në park, një grua e moshuar ju afrua dhe I tha, bija ime, ti ke vuajtur shumë, por mos u ngatërroni tani në gjëra të tjera. Zoti të ktheu gjarë. Shiko nënën tënde. Ishte një këshill e dhënë me qëllim të mirë, por për Arlindën ishte si një dënim tjetër, sikur të mos kishte të drejtë të krijonte një jetë të re, sikur duhej të mbetej gjithmonë vetëm një dëshmi e ferrit të së shkuarës. Iliri e ndjeu këtë peshë. Kishte ditë kur ajo mbylli në vetvete, ditë kur nuk donte të dilte. Kishte net kur I thoshte, ndoshta më mirë të largohesh. Unë nuk jam si gratë të tjera. Do të turpëroj, do të bëj të vuash. Por Iliri qëndronte, gjithmonë me të njëjtin qetësim. Unë nuk të shoh si histori gazetash, I thoshte. Unë të shoh si grua, si njeri. Megjithatë, presioni I jashtëm ishte I madh. Një intervistë që ajo dha për një organizatë ndërkombëtare e ktheu në një figurë publike pa dashje. Fjalët e saj prekën zemrat e shumë njerëzve, por sollën edhe më shumë si mbi të. Fëmijët e lagjes e ndiqnin me kurreshtje, fshinjët shikonin nga dritaret, madje edhe të panjohur e ndalonin në rrugë për t'i thënë, je e fortë, je shembull. Por ajo nuk donte të ishte shembull, donte vetëm të ishte Arlinda, një grua që kishte humbur shumë, por që po përpishi të ringjallej. Marrëdhënia me Ilirin në këtë mes u bë një sfidë. Ishte si një luftë e vazhdueshme mes dashurisë së tyre të brisht dhe paragjykimeve që I ndiqnin. Kishte momente gëzimi, kur qeshnin bashkë dhe harronin gjithçka, por kishte edhe ditë kur fjalët e botës I rëndonin aq shumë, sa mendonin të dorëzoheshin. Një natë, pasi kishte lexuar një artikull të keq që përshkruante si gruaja që nuk do të jetë kur normale, Arlinda e përqafoi Ilirin fort dhe I tha, nëse më do, duhet të dish se gjithmonë do të jem pak e thyer. Por ndoshta mund të jem e jotja ashtu, me gjithë copat e mia. Ai buzëqesh I lehtë dhe ju përgjigj, ndoshta pikërisht ashtu të dua. Për të dashuria nuk ishte për rrallë, ishte betejë.
Dhe çdo ditë që kalonin së bashku, kuptonte se jeta pas ferrit nuk ishte e pamundur. Ishte e vështirë, e ngadalt, e mbushur me pengesa, por jo e pamundur. Pas disa muaj shëndrim në Tiranë, Arlinda filloi të marrë një qetësi relative në jetën e saj, por e shkuara nuk e kishte harruar. Një ditë, ndërsa po shfletonte disa dokumente në arkivin e vjetër të qytetit për një projekt që po bënte për të ndihmuar gratë të tjera të mbijetuara, gjeti një letër të fshehur midis dokumenteve të policisë së vjetër. Letra ishte e shënuar me vitin 1994 dhe përmbante një listë emrash dhe vende ku disa vajza të rrëmbyera ishin transferuar ose shitur. Kur lexoi emrin e saj, një të ftohtë e pushtoi trupin. Letra nuk ishte dërguar askund dhe duket se ishte mbetur si një shënim i brendshëm i rrjetit të trafikantëve që e kishte marrë. Nata kur e gjeti letrën, nuk mundi të flemë. E kuptoi menjëherë se historia e saj nuk ishte thjesht një fer i izoluar, por pjesë e një rrjeti më të madh që ndoshta vazhdonte të funksiononte edhe sot. Kjo zbulime tronditi, por gjithashtu i dha një ndjenjë fuqie, mund të përdorte njohuri dhe përvojën e saj për të ndihmuar të tjerët. Në ditët që pasuan, Arlinda filloi të bashkëpunonte me organizata ndërkombëtare dhe autoritete vendase për të zbuluar të kaluarën e rrëmbyesve të saj. Ajo përpiqej të mos i tregonte Ilirit gjithë detajet, sepse nuk donte ta shqetësonte, por ai e ndjente çdo ndryshim tek ajo. Një mbrëmje, ajo i tha, kam gjetur diçka që nuk duhet të ishte harruar. Por nuk e di nëse mund të përballoj gjithçka. Ai e mbajti dorën dhe i tha, do të jemi së bashku. Nuk ka forcë që të ndalë këtë qëllim tëndin. Kjo fazë e jetës së saj e detyroi të përballet me frikërat më të thella. Ishte e detyruar të kujtonte çdo detaj të rrëmbimit, çdo vend të fshehtë ku kishte qëndruar, çdo fytyrë të njohur dhe të panjohur. Por kjo përballje solli edhe një lloj lirimi. Ajo filloi të kuptonte se, përveç dhimbjes dhe tmerrit, kishte forcë që kishte mbijetuar, guxim që e kishte mbajtur gjallë dhe një vendosmëri për të ndihmuar të tjerët. Në këtë periudhë, Arlinda dhe Iliri u bën një skuadër i fortë. Ai nuk ishte vetëm dashuri, por edhe mbështetje. Kur ajo ndjente tronditje të papritur ose ankth, ai ishte aty. Kur kishte nevojë të fliste me dik për planin e saj për të ndihmuar viktimat e tjera, ai e dëgjonte dhe i ofronte strategji, madje ndonjëherë kontakte të njerëzve që mund të ndihmonin. Një lidhje që filloi me kujdes dhe ngrohtësi u bë më fort përmes sakrificave dhe betejave të përbashkëta. Ndërkohë, aktivitetet e saj për të ndihmuar gratë të tjera të rrëmbyera u bën të njohura. Ajo krijoi një qendër të vogël në Tiranë, ku gratë mund të merrnin mbështetje psikologjike, juridike dhe materiale. Ishte një hap i guximshëm, sepse jo të gjithë pranonin të kaluarën e saj dhe disa përpiqeshin ta diskreditonin. Por Arlinda i përdorte të gjitha sulmet si motiv për të vazhduar. Çdo grua e shpëtuar ishte një fitore personale, një konfirmim se historia e saj nuk ishte thjesht një tragjedi, por një mision. Një ditë, ndërsa po shëtisnin bashkë me Ilirin pranë liçenit të Tiranës, ajo mori një mesazh anonim, ne e dim çfarë ke zbuluar. Mos shkoni më tej. Një ndjesi tmerri e pushtoi, por për herë të parë në jetë, ajo nuk u dorëzua. Përkundrazi, mesazhi i dha një vendosmëri më të madhe. Ajo e dinte se përballja me të kaluarën nuk do të ishte e lehtë, por tani nuk ishte vetëm. Kishte mbështetjen e dashurisë dhe forcën që vinte nga përvoja e saj. Mbrëmjet e mëvonshme, ndërsa punonte me dokumentet dhe rastet e grave të tjera, shpesh ndalej për të menduar për jetën e saj. Ishte e ndryshme nga ajo e vajzës së vogël që kishte humbur gjithçka në vitet 90. Tani ajo kishte një mision, një dashuri që e mbante të fortë dhe një familje që e pranoi plotësisht. Dhe megjithse rruga ishte e gjatë dhe e mbushur me pengesa, Arlinda mësoi të ecë përpara, të mbështetet tek vetja dhe të dijë se edhe pas 25 vitesh shfer, mund të lindë shërish në jetë. Pas muajsh hetimesh të kujdesshme, Arlinda arriti të identifikonte personin kryesor që qëndronte pas rrjetit të rrëmbimeve që e kishte marrë atë në vitet 90. Emri i tij, një figurë e errët që kishte lëvizur ndër vende dhe shtete për dekada, u shfaq para saj si një fantazm nga e shkuara. Informacionet e grumbulluara nga organizatat ndërkombëtare dhe dokumentet e arkivit shqiptar përputheshin me kujtimet e saj, fytyra, vendet, mënyrat e manipulimit. Tani ajo nuk po kërkonte vetëm drejtësi për veten, por edhe për qindra gratë të tjera që nuk kishin zë. Kur i raportoi autoriteteve shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtar, fillimisht u ndjen një frikë e thellë. Ishte një njeri që kishte mbijetuar decenium dhe që nuk do të lejonte asgjë të pengonte rrjetin e tij. Por Arlinda nuk ishte më vajza e dobët që kishte rënë në duart e tij. Ajo ishte një grua me forcë, përvojë dhe mbështetje. Çdo ditë e kalonte duke planifikuar, duke bashkëpunuar me policinë, duke rishikuar çdo detaj të rrëmbimit të saj, çdo rrugë të fshehtë dhe çdo bashkëpunëtor të mundshëm. Një ditë, ndërsa po hidhte syt mbi një listë të gjatë, u shfaq nën kryetari i operacionit të policisë, do e kemi afër. Sot do bëjmë mbastisjen. Zemra e Arlindës rritë fort.
Kishte pritshmëri, frikë dhe një ndjenjë çlirimi që nuk e kishte ndjer asnjëherë. Kur grupi I policisë hyri në shtëpinë e tij në periferi të një qyteti të vogël të Shqipërisë, Arlinda ishte aty pranë, e shoqëruar nga Iliri. Ai e mbajti dorën, duke e mbajtur të qetë, por ajo ndjej sikur po përballej me të gjithë ferrin e jetës së saj brenda pak sekondash. Ai njeri, I cili kishte vendosur që ajo të mos kishte jetë, ishte para saj. Fytyra e tij ishte e njohur për të, dhe për një moment, ajo ndjeu një ndjenjë të çuditshme, tmerr, zemërim, por edhe një farë fuqie të pazakontë. Ti je ende gjallë, tha ai me zë të shurdhër. Por Arlinda nuk foli. Shikimi I saj ishte I qartë dhe I vendosur. Nuk kishte frikë. Për vite të tëra, ajo kishte jetuar me frikë, por tani ajo e kishte kthyer fuqinë e saj. Policia arrestoi dhe e çoi menjëherë përpara gjykatës. Arlinda dëshmoi me qetësi, përshkroi çdo detaj të ferrit të saj dhe të grave të tjera. Nuk kishte mall, nuk kishte ndjenja të trazuar që do ta bënin të dridhej, kishte vetëm të vërtetën dhe dëshirën që drejtësia të triumfonte. Fjalët e saj prekën gjykatësin, prokurorin dhe publikun që ndodhej aty. Procesi zgjati disa muaj, por në fund, gjykata shpalli dënimin maksimal për rrëmbyesin dhe bashkëpunëtorët e tij. Ishte një fitore e madhe, një mbyllje që Arlinda nuk e kishte ëndërruar kurrë. Por ajo nuk e shite si një triumf personal, e shite si një triumf për të gjithë gratë që kishin kaluar të njëjtin tmerr, për të gjithë ata që nuk kishin zë. Pas këtij momenti, Arlinda ndjeu një lloj paqeje që nuk e kishte njohur kurrë. Nuk ishte e lumturia e thjeshtë një dite të bukur, por një lloj qetësie e thellë. E dinte që historia e saj, edhe pse e dhimbshme, kishte marrë drejtësi dhe kuptim. Ajo mund të jetonte mëtej, të dashurohej pa frikë dhe të ndihmonte të tjerët me ato që kishte mësuar. Iliri qëndroi pranë saj gjatë gjithë kohës. Ai e mbajti dorën kur ajo dridhej nga kujtimet, e mbajti kur ajo çante nga lehtësimi, e mbajti kur ajo gjeti forcën të buzëqeshte sërish. Për Arlindën, ai nuk ishte vetëm dashuri, ishte një mbështetje që ndihmoi të kuptonte se edhe pas 25 vitesh ferë, njerëzit e drejtë dhe të dashur mund të ekzistonin. Në një mëngjes të qetë, ajo doli jashtë, pa mak dhe pa frikë. Shikoi qiellin e kaltër dhe tha me zë të ulët, jam kthyer dhe tani do të jetoj. Ishte një premtim për veten, një deklaratë që historia e saj nuk do ta përcaktonte më. Ishte fillimi I një kapitulli të ri, ku Arlinda nuk ishte më viktim, por një grua e fortë, e lirë dhe e vendosur të ndihmonte të tjerët dhe të jetonte jetën e saj plotësisht. Pas gjykatës dhe dënimit të rrëmbyesve, Arlinda filloi të ndërtojë jetën e saj në mënyrë të qëndrueshme, por jo pa sfida. Shendra që ajo krijoi për gratë mbijetuara u bë një vend shprese, një streh ku çdo grua mund të fliste lirshëm, pa frikë nga paragjykimet ose nga të kaluarat e dhimbshme. Ajo kishte nisur me vetëm disa dhoma të vogla dhe disa burime të kufizuara, por mbështetja nga organizata ndërkombëtare dhe miqtë e rinj e ndihmoi të zgjerohej. Çdo ditë ishte një betejë. Të tjerët shpesh nuk e kuptonin pse një grua që kishte kaluar kaq shumë trauma donte të ndihmonte të tjerat. Kishte njerëz që përpiqeshin ta ndalonin, që thoshin se historia e saj nuk duhej bërë publike ose që përpiqeshin të minonin besimin e grave të tjera. Por Arlinda nuk e priste lehtësisht. Ajo I kujtonte vetes dhe secilës grua që vinte në qendër, nëse unë kam mbijetuar, edhe ti mund të gjesh forcë. Iliri ishte gjithmonë pranë saj. Marrëdhënia e tyre nuk ishte thjesht dashuri romantike, ishte bashkëpunim, mbështetje dhe një forcë e përbashkët për të kapërcyer pengesat. Ai ndihmonte në organizimin e aktiviteteve, ndonjëherë fliste me mediat për të mbrojtur privatësinë e Arlindës dhe shpesh I bënte shaka të lehta që e bënin të qeshte, diçka që nuk e kishte bërë prej shumë vitesh. Ngadalë, jeta e përditshme filloi të kthehej në normalitet. Arlinda e vizitonte nënën çdo mëngjes, dante kafen dhe diskutonin për gjëra të vogla, biseda për kujdesin e kopshtit, gatime të reja, lajme nga lagja. Ishin momente të thjeshta, por të çmuara, pasi ajo e kuptonte se këto pak çaste lumturie ishin pjesë e jetës që kishte humbur për 25 vjet. Një nga sfidat më të mëdha ishte të mësonte të lidhej përsëri me njerëzit. Kishte frikë nga tradhtia, nga mashtrimi, nga dhimbja. Por çdo ditë pranë Ilirit e ndihmoi të kuptonte se besimi mund të rikthehej. Ai nuk e gjykonte, nuk kërkonte të ndryshonte kujtimet e saj, por e pranonte të plot. Dhe kjo pranimi I tij dhe Arlindës guximin të hapte zemrën, të lejonte që ndjenjat të rriteshin. Në qendrën që ajo drejtonte, gratë filluan të flisnin hapur për historitë e tyre, për dhimbjet dhe frikërat, për ëndra që nuk kishin guxuar t'i ndjekin. Arlinda dëgjonte, mbështeste, ndihmonte me këshilla dhe kontakte, dhe shpesh ndjehej e shfryrë emocionalisht, por kjo nuk e ndalte. Përkundrazi, sa më shumë ndihmonte, aq më shumë kuptonte se historia e saj kishte marrë një kuptim më të madh. Ajo nuk ishte vetëm viktim, ajo ishte një urë për shpresë dhe rikthim të jetës për të tjerët. Një pastite, ndërsa po punonin në qendër, një grua e re I tha, ti je arsyeja që unë nuk dorëzova. Shpresova dhe tani po filloj të jetoj sërish.
Ajo përqafoi Arlindën fort. Ajo ndjeu një lot gëzimi dhe një energji të madhe. Çdo grua e shpëtuar ishte një fitore për të, një dëshmi se ajo kishte bërë ndryshim. Edhe pse jeta kishte marrë një rrjedh të re, kujtimet e dhimbshme kurrë nuk u zhdukën plotësisht. Ndonjëherë, netët ishin të vështira, me makse të thella, dhe Arlinda zgjohej e dridhur. Por tani ajo kishte një rrjet mbështetës, Ilirin, nënën, gratë e qendrës, miq dhe profesionistët që e kuptonin. Ajo mësoi të menaxhonte ankthin dhe frikën, dhe ngadalë u bë e fortë në mënyrë që të mos lejonte më të kaluarën të kontrollonte të tashmen. Pas një viti nga rikthimi, Arlinda dhe Iliri u vendosën të organizonin një ngjarje të madhe për të mbështetur gratë e tjera. Kishte fjalime, aktivitete kreative, trajnime juridike dhe mbështetje psikologjike. Ishte një ditë që tregonte se historia e dhimbshme mund të shndërrohej në shpresë, dhe gratë e pranishme ndiheshin të fuqizuara. Arlinda, duke folur për të kaluarën dhe të tashmen, ndjeu një qetësi të madhe. Çdo hap që kishte bërë, çdo sakrificë, kishte ndihmuar dikë tjetër të mos ndjehej vetëm. Në fund, Arlinda e kuptoi diçka të rëndësishme. Historia e saj nuk ishte vetëm një rrëfim i dhimbshëm, por një rrugtim i madh rikthimi dhe fuqizimi. Ajo kishte humbur shumë, por kishte fituar një forcë të brendshme që askush nuk mund ta shkatëronte më. Dashuria me Ilirin nuk ishte për rrallë, ishte bashkëpunim, mbështetje dhe një shenjë se edhe pas errësirës më të madhe mund të lindë diçka e bukur. Një mëngjes pranvere, Arlinda doli jashtë shtëpisë, mori frymë thellë dhe shikoi qiellin e kaltër. E di se ajo nuk mund të rikthente vitet e humbura, por mund të jetonte çdo ditë me qëllim. Me Ilirin pranë, me nënën të mbështetur dhe me gratë që ndihmonte, ajo ishte gati të vazhdonte jetën e saj plotësisht si një grua e lirë dhe e fuqishme. Pas viteve të tëra të frikës, humbjes dhe luftës për drejtësi, Arlinda shndronte në balkonin e qendrës së saj, duke parë qytetin e Tiranës që shtrihej para saj. Dielli i pasditeve përshkonte ndërtesat me ngjyrat e tij të ngrohta dhe një erë lehtë sillte aromën e pemëve të pranverës. Ishte një ndjesi çlirimi që nuk e kishte përjetuar kurrë. Qyteti nuk ishte më vendi që e kishte marrë, por ai tani ishte pjesë e saj, një ambient ku ajo kishte ndërtuar jetën dhe ku mund të ndihmonte të tjerët. Iliri u afrua dhe e mbajti dorën. Si ndihesh, e pyeti. Ajo buzëqeshi dhe ju përgjigj, si dikur por më e fortë. Si dikur por e lirë. Ishte një përgjigje e thjeshtë, por e mbushur me kuptim. Për Arlindën, çdo sfidë që kishte kaluar, çdo frikë që kishte përballuar, e kishte bërë të kuptonte se jeta nuk përkufizohet nga dhimbja e së shkuarës, por nga guximi për të jetuar. Qendra që ajo kishte ngritur ishte një sukses, gratë e shpëtuara ishin të fuqizuara, dhe komuniteti filloi ta respektonte punën e saj. Ajo kishte ndërtuar lidhje të reja, kishte krijuar një familje të zgjeruar me ato që e kishin mbështetur dhe nuk ishte më vetëm një emër në tituj gazetash. Arlinda ishte kthyer si një grua e plot, e fuqishme dhe e vendosur. Në një moment, kur dielli po binte mbi qytet, ajo mori një frymë të thellë dhe mendoi për vitet e humbura, për kujtimet e errëta dhe për çdo hap që e kishte çuar deri këtu. Për herë të parë, ajo ndjeu se kishte mbyllur kapitullin e dhimbjes dhe se kishte filluar një kapitull të ri, të mbushur me dashuri, shpresë dhe mundësi të reja. Në heshtjen e asaj mbrëmjeje, Arlinda kuptoi se rikthimi i saj nuk ishte thjesht një kthim fizik pas 25 vitesh, por një rikthim shpirtëror. Ajo nuk ishte më viktim, ishte një grua që kishte përjetuar tmerrin, kishte luftuar për drejtësi dhe tani ishte gati të jetonte plotësisht. Dhe ndërsa shikonte horizontin e qytetit që ndiqte jetën e tij, ajo buzëqeshi. Për herë të parë, ndjeu se jeta e saj i përkiste vetëm asaj. Kjo ishte fundi i një udhëtimi të gjatë, por gjithashtu fillimi i një jete të re. Një jetë ku dhimbja nuk e përcaktonte më, ku dashuria dhe fuqia e brendshme sundonin mbi çdo frikë të kaluar. Arlinda kishte gjetur pashën e saj dhe, me rëndësishmja, kishte mësuar se kurrë nuk ishte vonë për të marrë jetën në dorë dhe për të shkruar historinë e saj.